kam qenë edhe e vogël, rreth 14-15 vjeç. Vajti ta merte, na dha baba i lajmin. Predata kanë vdekur dhe s'mund të zbulojmë asnjë gjë për momentin. Do shiste një tokë dhe pa me ëndër këtë vajzën. Kanë qenë momente shumë të trishtuara. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme me live-in tim do të shkojmë shumë larg, do të jemi në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Do të ha dritaren për një 55 vjeçare korçare e cila quhet Diana Bardhushi. Diana ka një histori për të treguar këtu në live me Odetën, e cila më ka telefonuar shpeshherë dhe unë për të thënë të vërtetën, i kam thënë që do jemi sot live me Odetën, do jemi nesër, dhe për shkak të ngarkesës e kam shtyrë këtë live, por sot i thash do të jemi patjetër të dyja për ta rrëfyer të histori, sepse ajo kërkon ndihmën time dhe ndihmën e gjithë audiencës time këtu në live me Odetën për historinë e saj të dhimbshme. Humbi nënën nga kjo jetë kur ishte adoleshente, por sot kërkon motrën e saj që nuk e njohu kurrë. Çfarë ndodhi dhe kush është historia dhe si e ka mësuar vetë Diana këtë histori, ha dritaren dhe e ftoj për ta dëgjuar. Përshëndetje, si jeni, si kaloni me shëndet? Diana, përshëndetje, si je ti? Urime dhe suksese punën që keni. Faleminderit e dashur. Po flasim live nga Amerika, ku jeton? Po, në Amerikën, afër New Yorkut, Connecticut quhet. Sa vite keni që jetoni aty? 4 vite. Ke 4 vite, je përshtatur besoj. 4, po, kam vajzën, ka vajza 8 vite, këtu dhe erdhëm bashkim familjar. Sa mirë, më vjen mirë që jeni bashkuar të gjithë. Besoj me llotari ka ikur vajza. Po, me llotari, po. Unë sa herë nuk e kuptoj pse ju jeni nga Korça. Po. Se të kuptova nga dialekti, sa herë korçarët janë të preferuarit të amerikanëve. Janë punëtor shumë, prandaj. Sa herë kur dalin përgjigjet e llotarive amerikane, Korça është qyteti që ka numrin më të lartë që fitojnë ndër vite. Jemi punëtor, kudo që shkojmë i bëjmë ballë punës. Edhe jeni shumë të mirë, e vërtet. E dashur Diana, ju më keni shkruar shumë herë, unë kam thënë do të marr, nuk të kam marr, besoj ka mirë kuptim. Po, faleminderit. Ngarkesa e madhe. Ne nuk bezdisim shumë se e dim se unë të ndjek gjithmonë, gjithë jetën të kam ndjekur. Të falenderoj. Ndonjëherë mundohem të tregojmë korrekte, por për shkak të ngarkesës, fluksit të madh dhe unë nuk i menaxhoj dot mirë ato oraret e mia. Por jemi të dyja sot së bashku sepse ti ke një histori të dhimbshme. Po. Do të dëgjoj me vëmendje, kush është historia juaj? Në vitin 1989, po, në datën 21 shkurt, mami im ka ndruar jetën në maternitetin e Korçës. Atje ka lindur vajzë, edhe mbas lindjes vdiq. Ka ndruar jetë sa po ka sjellë jetë vajzën? Po, ka lindur dhe pastaj ka vdekur mbas lindjes. E qartë. Ne ishim 5 motra, jetonim në shtëpi dhe babin, e kishim me babain gjallë. Tani e morën mamin, u morën me çështjen e mamit, e varrosën, mbas një jave se kam qenë edhe e vogël, rreth 14-15 vjeç. Kur ka ndodhur ngjarja? Kur ka ndodhur. Kam qenë rreth 15 deri diku. Po. Edhe e varrosën mamin e pastaj mbas një jave nuk më kujtohet mirë me data edhe me vajti babi që të merrte fëmijën. Motrën. Kur vajti babi atje, ata i thanë që fëmija ka vdekur. Tash si mund të ndodhi? Tani unë të kam dëgjuar ty që tregua shumë ngjarje të bukura, shumë gjëra, shumë bashkime, ke gjetur shumë njerëz. Dhe si mund të ketë vdekur ky fëmijë pa lajmëruar prindin, babain? E kam mendjen gjithmonë aty që kur vdes fëmija, lajmërohet familjari tjetër që është gjallë. Ata nuk lajmëruan asnjëherë, thjesht kur vajti babi të merrte fëmijën, ata i thanë fëmija ka vdekur. Dhe kjo s'është normale, s'na duket.
Dua të të pyes Diana dhe të më tregosh aq sa ti kujton dhe mban mend apo dhe çfarë të ka treguar babai juaj. Babai është në jetë? Jo, ka vdekur. Ka ndruar jetë fatkeqësisht. Po ne jemi 5 motra, se ma më vdiq edhe motra tjetër. Më ka vdekur një motër nga infrakti në zemër. Ka 10 vite dhe ajo ben tani në qeshor. E paruar. Edhe më ka vdekur dhe motra tjetër. Dhe tani 4 motra kemi vdekur. 4 motra. Në 21 shkurt ka ardhur në jetë motra që... Po, në datën 21 shkurt. Në spitalin e Korçës. Në spitalin e Korçës. Nëna juaj vdiq gjatë lindjes? Kishte lindur vajzën, bile kishte vajtur një kushëri rajon dhe i kishte thënë që Qerimeja, se Qerime kishte mami emri, Qerimja ka lindur vajzën dhe janë mirë të dyja. Por çfarë ndodhi me nënën? Çfarë komplikacion? Mbas pak orëve pastaj na erdhi lajmi që nëna vdiq. Wow. Po fëmija, çfarë u bë me fëmijën? Këtë duam. E qartë, por babai çfarë ju ka treguar? Do të thënë nëna pati ndonjë komplikacion që vdiq? Po, nuk t'i jep njëri shpjegime atje thanë një hemorragji mbas lindjes edhe vdiq nëna. Po ne vetëm i pam ato dokumentet, ai thoshte lindje normale, nëna vdes. Se vajta, unë e kërkova, vajta edhe në lulet e vogla. Atje në lulet e vogla më thanë, moj zonjë, tha, këto janë shoqata që merren me këto punë janë në Tiranë. I ka u largova se të përfilte njeri, nuk të përfil njeri në për ato gjëra. E dashu Diana... Vajta në maternitet, ku kishte lindur mami, na nxorën ca dokumenta ato, na përcollën, ikën. Këto janë gjëra që janë gjëra të thella. Unë jam drejtuar gjithmonë, jam matur për tek juve, po gjitha vjen kësneti që vinë gjërat. Dhe jemi të dyja sot. E dashur Diana, pasi nëna vdiq, e qartë nga një hemorragji pas lindjes, fatkeqësisht ajo ndroi jetë. Sa vjeç ishte Qerimeja? E ndjera? Mami ishte 41 vjeç. Kur ka ndruar jetë. Ndërkohë, 21. Ndërkohë, motra që erdhi në jetë që fatkeqësisht ju dha lajmi që vdiq, ju vendos një emër? Jo, nuk ju vendos emër. Nuk e di çfarë ndodhi me fëmijën më tej. Babai juaj i ndjerë si quhej? Bashkim Arapi. Sepse padyshim që në dosje ka qenë ardhja në jetë e fëmijës, ndoshta pa emër, Bebi Arapi, mëmësia Qerime dhe atësia Bashkim. To janë të dhënat e bebit, motrës tuaj në spital. Ndërkohë, nga momenti që lindi fëmija në 21 shkurt, nëna pas sa ditëve ndroi jetë apo atë ditë? Atë ditë kishte vdekur. Por babai pas sa ditëve ka shkuar në spital për të interesuar për vajzën? Një javë. Një javë më pas. Po. Por në spital çfarë i kanë thënë babait tuaj? Po fëmia kush ishte shkaku i vdekjes? Vdiq fëmia. Kaq. Fëmia ka vdekur edhe kaq. Por babai nuk ishte njoftuar asnjëherë që të trishte atë trup? Asnjëherë, po. Kjo është që u drejtuam tek ti. Asnjëherë nuk u lajmërua. E keni dyshuar se diçka ndodhi që ai fëmijë mund t'i dorëzuar një jetimore për shkak se nëna i vdiq? Po, sepse ne ishim 5 motra edhe jam e sigurt që do ta kem dhënë diku. Jeni interesuar ndonjëherë në jetimore në Shkodrës? Të Korçës, Vaka dhe Mëdhaqë, janë shoqata në Tiranë që merren me këto gjëra. Po, ato janë shoqatat e birësimit, e qartë, janë shoqatat e birësimit që merren dhe kanë dosjen e gjithë fëmijëve të birësuar, por nuk hapën ato një regjistër për të parë nëse një fëmijë ka qenë aty me mbiemrin Arapi, ju keni ditëlindjen e saktë 21 shkurt? Po, çfarë dua të di dhe unë? A ka pasur një fëmijë me mbiemrin Arapi? Po. E dashur Diana, e qartë, e kuptoj, ti kërkon të mësosh të vërtetën se çfarë ndodhi me fatin e motrës tënde. Po. E beson që nuk ka vdekur, por mund t'jetë dhënë për birësim. Po, jam e sigurt që nuk ka vdekur. Pas, në çfarë viti ke shkuar i interesuar në spital për dosjen? Rreth 2014-s.
Por nuk more asnjë lloj përgjigje dhe nuk gjete asnjë shënim për motrën. Absolutisht nuk na përfilli njeri. Por nëse në regjistër ti arriti të zbulohet që nëna juaj Qerime vdiq pas lindjes, po për motrën nuk ishte shënuar vdiq? Jo, është një dosje e fëmijës me dokumentat të cilat mund të dëry? Po patjetër i dashur nëse do të afrohesh afër mamit. Atëherë, mami me të sentime shkuan herën e parë për të folur me infermierën e një spitali që punon aty. Dhe ajo infermierja ju kishte thënë që mund të kthehen përsëri, sepse ajo do kërkonte për ato lloj regjistri në atë vit. Po. Dhe mami im shkoi përsëri me tezën dhe i kam qenë dhe unë vetë prezente kur ajo nxori regjistrin e martënitetit të atij viti dhe unë e kam parë me sytë e mi që thoshte Qerime Arapi, lindja ishte normale dhe vdiq ishte me të kuqe. Dhe ishte një dosje tjetër ku ishin të gjitha të dhënat e fëmijës, unë nuk e kuptoj sepse ishin me shkrim doktori, por ajo zonja mi tërhoqi, nuk mi la që unë t'i shikoja, pavarësisht se unë nuk dija që të çfarë thoshin nëse po, por ajo zonja na i tërhoqi dhe na nxori jashtë, nuk na lejovi që neve të shikonim më tepër. Dhe unë dyshoj personalisht që kur lindja ka qenë normale, okay, nëna mund të ketë vdekur mbas lindjes, po ky fëmijë si mund të ketë vdekur në momentin që lindja ka qenë normale? A nuk pyetët ju kush është diagnoza e vdekjes së fëmijës? Zonja ishte thjesht një infermiere e cila na ndihmoi neve të hynim në mënyrë të palishme për të parë ato dokumente, siç ndodh rendo zakonisht në Shqipëri. Por atë dokument që ju arritët ta shikonit, por nuk e lexua dot për shkak se ishte shkrim doktori. Nuk e pyete infermierën çfarë shkruhet aty për foshnjën? E pyeta dhe na nxori jashtë. Dhe ajo infermiere, e njëjta infermiere na tha që një person tjetër ka erdhur dhe ka kërkuar për këto dokumente me të njëjtin emër, që do të thotë mbi emër. Dikush e i kërkovi tha këto dokumenta këtu. Po kush mund të ketë qenë nga familja juaj që mund të ketë kërkuar? S'ka njeri tjetër, nuk ka njeri tjetër. Jo, nuk ka. Sepse mami im është vetëm 5 motra pa prindër, prindrit kanë vdekur dhe nuk ka asnjëri tjetër që ta kërkojë këtë fëmijë. Dhe unë i bëra një pyetje asaj. Okej, nëse fëmia ka vdekur, ku është varrosur ky fëmijë? Ajo tha në kush ka firmosur një person, thamë, kush është lajmëruar që ky fëmijë ka vdekur? Ajo tha që në varrezat e Korçës, por si mund të varroset një fëmijë i zonës Fshat Maliq në varrezat e Korçës? Baba i gjallë, familja ishte pa lajmëruar. Logjikisht keni të drejtë që duhet ishte lajmëruar familja, baba jot i ndjer bashkimi duhet vite të trishte trupin, të firmoste. Ai fëmijë është regjistruar? Ne nuk e kemi parë të regjistruar. Në regjistrin e spital e maternitetit të Korçës ekziston vetëm nëna dhe thotë që ka qenë linja normale dhe vdiq. Mbase ekziston një regjistër tjetër që ata kanë regjistruar fëmijën, por nuk na lejoi të shikonim më tepër. Fëmia patjetër që është regjistruar dhe nëse ka vdekur, regjistrohet ora, dita e lindjes, ora, dita, muaj dhe viti i vdekjes. Pra shënohen të gjitha këto dhëna në regjistër dhe padyshim që një familjar duhet të firmosi, sepse fëmia kur lind, qoftë dhe 1 orë të jetoj, regjistrohet në gjendje civile. Në gjendje civile, në trungun tuaj familjar, është regjistruar motra e 6 që... Jo, në trungun familjar nuk ekziston asnjë fëmijë, sepse në momentin që nëna e mamit tim ka vdekur, ajo ka pasur 2 vëllezrit e saj, të cilët ne mendojmë se ata janë informuar për këtë gjë, por ata kanë vdekur dhe s'mund të zbulojmë asnjë gjë për momentin. Ju mendoni që spitali mund të ketë njoftuar dajllarët e dashur Diana? Besojmë se po, sepse përderisa babai nuk është njoftuar, po gjithsesi dhe nëse kanë njoftuar dikë person tjetër, trupin nuk e morën asnjëherë. Trupin e fëmijës nuk e morën asnjëherë. Por unë jam e sigurt që dajllarët e Dianës, pra kunetrit e bashkimit, do ta kishin njoftuar nëse do të kishin marrë një lajm të tillë në atë vit. Që edhe fëmia do jetë. Nuk kemi të sigurt. Nuk kemi të sigurt për asnjë gjë. Nuk dim asnjë gjë, nuk dim rreth kësaj ngjarje, s'dim asnjë gjë. E dashur Diana, pas i vdiq nëna, ju kontakte me njerëzit e nënës keni patur me dajllarët, me Po, gjithmonë, na kanë thënë që ka vdekur ai fëmijë, nuk. Dhe mos e kërkoni.
Po. Por ata Ne gjithmonë e kemi kërkuar, gjithmonë. Bile I shkrojta dhe Ardit Gjebresë, asnjë informacion s'më dha. Pastaj ju drejtova juve. Sepse janë histori të vështira për të verifikuar se nëse ka ndodhur diçka brenda spitalit, shumë pak veta e din atë sekret. Nuk është çista. Prandaj I quaj histori të vështira. Dhe infermierja që neve folëm tek materniteti, ajo tha që ajo kishte nisur punë 1 vit mbasi kishte vdekur Mami I mamit tim. Gjyshe. Dhe e njoh mirë këtë histori, tha. Dhe më duket sikur u bë pak agresive në momentin që unë po prekja dokumenta dhe fillovi të na nxirrte jashtë. Pra, të la të dyshoje. Më la të dyshoja për kjo është arsyeja pse ne duam të dimë. Dhe nëse ka vdekur, duam ta dimë për shembull nëse është një emër I regjistruar që ai fëmijë ka vdekur, ose një datë, ose një emër, ose ku është varrosur trupi, diçka, një informacion. Por unë jam I sigurt që në spitalin e Korçës, në atë datë 21 shkurt 1989, nëse fëmia ka ardhur në jetë është shënuar patjetër dhe nëse ka vdekur është shënuar patjetër. Është e pamundur të mos jetë shënuar lindja dhe vdekja e foshnjës, por ju s'keni mundur do ta zbuloni dhe thjesht fakti që kjo infermiere ka bërë këtë lloj sjellje ndaj jush, ju ka bërë që ju të dyshoni se diçka mund të fshihet aty për foshnjën. Po, ky është dyshimi I vetëm që ne na shtyn që ta kërkojmë atë fëmijë. E qartë, e dashur Diana, ti ke bërë përpjekje edhe te shtëpia e fëmijës në Korçë, po nuk e mundur do të zbulosh dhe do të mësosh të vërtetën. Mund të jetë dhe e vërtet që sepse për shkakun që babai juaj I ndjer kishte 5 vajza të vogla në moshë, gruaja I vdiq, mund të jetë menduar që ai nuk mund të ketë qenë dot I Zotit të rriste edhe një foshnjë. Po, për këta jam që jam shtyr gjithë jetën e kam pasur mendjen atë. Dhe logjikisht është menduar që ai fëmijë të kalojë në jetimore dhe të jepet përmirësim. Pa marrë një leje, domethënë kanë vendosur vet aty stafi, pa marrë një leje, një dakordsi nga babai I foshnjës, nga I ndjeri bashkimi. Dhe mund të ketë ndodhur dhe kështu dhe e besoj dhe unë që po, ka ndodhur në kohën para viteve 90, kur nëna vdiste dhe linte shumë fëmija që I fundi që vinte në jetë, çohesh në jetimore. Ka plot histori të tilla. Por nëse ne po e prezantojmë sot për herë të parë dhe unë uroj që ajo të jetë në jetë. Sa vjeç I bie të jetë sot? 89 ka lindur? Po. I bie të jetë 37 vjeç. 37. Po. Fiks, I bie 37 vjeç, I bie të jetë motra juaj dhe uroj që të jetë gjallë. Mund të jetë birësuar, ka vazhduar jetën. Ju sa vjeç jeni sot? Inshallah, faleminderit të lumë të goja. Sa vjeç jeni Diana sot? Unë jam 55 dhe tani në gusht, në 8 gusht. Edhe 100 vjeç u bëfsh. Faleminderit. Dashur Diana, dëshiron të përcjellësh një mesazh ne gjithnjë ecim atë anën pozitive që ai fëmijë nuk vdiq, por u dha përmirësim. Do të përcjellësh një mesazh për të gjithë ata që mund ta njohin këtë histori, por edhe nëse motra është në këtë jetë. Po. Kush është mesazhi juaj? Në qoftë se motra jonë është I gjallë dhe na dëgjon, ne nuk I shqetësojmë për asgjë, thjesht duam gjakun ton. Duam gjakun ton, duam gjakun e nenës, të prindërve se kanë kërkuar gjithë jetën, babai, sidomos, motra e madhja që ka ndruar jetë, e kemi kërkuar gjithmonë, e kemi pritur këtë ditë. Më lejo të bëj dhe unë një thirrje këtu në këtë live për çdo kush që mund të njohë këtë histori, apo edhe nëse vetë motra juaj historinë e ka ndryshe, nuk vdiq siç u tha, por ajo vazhdoi jetën në jetimore, u birësua dhe mund t'i japim të dhënat 21 shkurt 1989 erdhi në jetë në qytetin e Korçës. Mëmësia Qerime, e cila fatkeqësisht vdiq sapo solli në jetë foshnjën, dhe babai Bashkim dhe mbiemri Arapi. Nëse e dashur Diana ajo është gjallë dhe jeta e saj është krejt ndryshe nga ajo që ju mësuat, ajo padyshim që sot mund të mbaj një emër tjetër, ajo sot ka një emër sepse ju nuk I vendosët kurrë një emër
ajo nuk ka patur emër kur lindi. Ajo mund të mbajë një mbiemër tjetër, ka një familje tjetër dhe ndoshta nuk mund ta njohë fare këtë histori që është një fëmijë i birësuar. Se zakonisht fatkeqësisht në Shqipëri, prindit birësues vendojnë ta mbajnë sekret dhe mos ta tregojnë fëmijës që e kanë birësuar. Besoj i ke dëgjuar këtë histori. E dashur Diana, ti ke qenë e rritur kur nëna vdiq dhe kur erdhi babai? Po thuaj kam qenë 14-15 vjeç e rritur. E kujton shumë mirë nënën tënde të ndjerë? Shumë mirë, shumë. Si kanë qenë ato momente kur e humbët? Kanë qenë momente shumë të trishtuara. Shumë të trishtuara. Pastaj kur mësuat edhe për motrën? Shumë kemi vuajtur. Mësuam edhe për motrën. E vështirë. Babai u dha lajmin e hidhur? Babai, vajti ta mete, na dha babai lajmin. Çfarë të bëjmë? Nuk bënim dot gjë. Të humbësh nënën në një moshë të re është një dhimbje shumë e madhe. Shumë e dhimbshme, shumë. Si vazhdoi jeta juaj? Një baba me 5 vajza i vetëm? Me babai, në një baba që na punonte natë e ditë për të na rritur ne, me 5 motra, punuam edhe ne, lam shkollat e mesme, hyrëm në punë, u bë jeta shumë e lodhshme pastaj. Babai nuk u martua më kurrë? Jo, në rriti ne, jo. Dhe e kuptoj që keni vuajtur shumë. Një baba që ka punuar më the nga mëngjesi deri në darkë, ditë e natë, më saktë. Po, ditë e natë ka punuar. Dhe e kuptoj që një baba që ka punuar ditë e natë për të siguruar të ardhmen e fëmijëve. Po. E dashur Diana, të është dashur të lësh shkollën për të punuar? Lam shkollën për të punuar. S'kishim rrugë tjetër. Kush ka qenë mbështetja juaj më e madhe? Babi, motrat, pas motrave, pas njëra tjetrës. Në një farë mënyrë... Në mbështetën e motrat me njëra tjetrën, po. Në një farë mënyrë keni rritur njëra tjetrën? Njëra tjetrën keni rritur. Por, më thej që kam humbur dhe një motër, vdiq nga se? Po, nga infarkti, na ira infarkt nga zemra. Sa vjeç ishte? Ishte 46. O, sa e re. La fëmijë? Jo, s'kishte fëmijë. Nuk ishte fëmijë. Është larguar nga kjo jetë shumë e re. Shumë e re. Çfarë ti bësh? Plak të mëdhaja në zemrën tënde. Edhe biles do shiste një tokë dhe pa me endër këtë vajzën, si kur më ullë në prerta edhe më tha në këtë pjesë që po shektita kam pjesë edhe uta. E pasaj hyrë më shumë kësaj kërkimit. Për pasurinë e babait? Për pasurinë, po. E tham ndoshta, duhet të kërkojmë, se s'ka mundësi erdhi si shenjë. Por motrat e tjera, 4 motrat e tjera, edhe ato janë në kërkim për të mësuar të vërtetën? Të gjitha mendjen atje e kemi. Unë do bëj përpjekjet maksimale, e dashur Diana. Ndoshta na tret lidhja e gjakut, ndoshta Zoti. Kur ke historira të tilla në familje, padyshim që kërkon t'i zbardhësh, kërkon të mësosh të vërtetën, të është thënë diçka që nuk e beson. Dhe ai lajm që juve ju dha në 89-ën, ju sot nuk e besoni që ka qenë një lajm i vërtet dhe ngulni që ta mësoni këtë të vërtetë. Dhe nëse ka vdekur, të dini ku është varri, të dini pse vdiq, të dini të hapet ai regjistër dhe ju ta shikoni vetë çfarë është shkruar në atë regjistër, sepse ju është penguar kjo e drejt për të mësuar të dhëna mbi foshnjë, motrën që erdhi në jetë në atë vit. Ne e prezantuam sot për herë të parë dhe unë uroj dhe shpresoj ta thash dhe pak më parë dashur Diana që janë histori goxha të vështira dhe për ne si gazetar. Por uroj që të zbardhet dhe uroj që të ketë detaje, të ketë informacione
Faleminderit Isha me shumë lumtura të faleminderit. arrija në finalen e kësaj historisë dhe të përcjellej lajmi që jo, motra nuk vdiq, ajo është gjallë. Do isha më e lumtura. Realisht nëse do arrija. E dashur Diana, nuk do të mbaj gjatë në këtë live, por më the kam 4 vite që jetoni në Amerikë. Si është jeta aty në Amerikë? Shumë mirë, t'jepet mundësia për punë, jemi mirë, jemi shumë mirë. Nuk mendon të kthesh më në Shqipëri? Jo, në Shqipëri do vim se kemi njerëzit, familjen, familjarët e tjerë, motrat e tjera që unë për motrat nuk e bëj dot ato, po gjithsesi edhe këtu e kemi krijuar familjen, ndihemi mirë. Pra nuk do të kthesh më në Shqipëri, do jetoni aty për gjithmonë. Po, malli do na kthej se kemi gjakun tjetër. Është normal, malli për vendlinje Po për gjithmonë jemi shpërngulur këtu. Jeni shpërngulur aty dhe jetoni aty dhe ju uroj gjithë të mirat, si ju dhe vajzës, se cila gjithë të mirat edhe. ajo hyri në live na shpjegoi ato detajet e rëndësishme. Ju uroj jetë dhe shëndet, do mbetemi të dyja së bashku në kontakt për këtë histori dhe uroj të zbardhet e vërteta. Faleminderit. Gjithë të mirat e ju dhe punë të mbarë. Mirupafshim Diana, të përshëndes nga Tirana. Mirupafshim. Mirë të dashur miq, që dëgjuam Dianën, të 55 vjeçare, e cila rrëfeu momentet më të vështira që kishte kaluar në jetën e saj, vdekjen e nënës, humbjen e motrës, që i thanë më pas vdiq, por që nuk e besoj kur Diana dhe pjesëtarët e tjerë të familjes se foshnja vdiq në vitin që lindi dhe pikërisht në 21 shkurt të vitit 1989, por dyshon se fëmia u dha për birësim. Plagët vazhduan dhe me humbjen e motrës tjetër përpara disa viteve në një moshë shumë të re. E uroj dhe shpresoj që Diana, së bashku me 4 motrat e tjera që kanë ngelur, të zbulojnë këtë të vërtet dhe uroj që atë motër ta kenë gjallë dhe të bashkohen, por në ditët, në javën në vazhdim, në bazë të informacioneve, do arrim të kuptojmë se çfarë ka ndodhur vërtet në familjen Arapi në atë vit të largët. Mirë, do vazhdojmë të qëndrojmë sërish bashkë live, sepse një tjetër personazh do të jetë me mua sot këtu për treguar një tjetër ngjarje, kështu që të vap ditaren dhe dëgjojmë së bashku. Përshëndetje zonjë. Përshëndetje. Unë quhem Lulzime Rapaj. Çfarë problemi keni? Kemi problemi se na ka ndodhur një fatkeqësi në familje, më ka vdekur kunati. Dje kemi marrë vesh lajmin. Atëherë që ta kuptojmë qartë, si quhet kunati juaj? Besnik Abdullaj. Besnik Abdullaj, ka ndruar jetë. Po, Dhe konkretisht, çfarë kërkoni, domethënë kërkojmë ndihmë që trupi të vinë në Shqipëri, tonte në Angli, në Londër, po? dhe kërkojmë ndihmë se aq ekonomi kemi dhe kërkojmë ndihmë që të na ndihmojnë me sa të kenë mundësi shqiptarët, të gjithë shqiptarët anë e mban botës të na ndihmojnë që trupi të vinë në shtëpinë e tij, në vendin e tij. Besnik Abdullaj, sa vjeç i ndjeni? 57. 57 vjeç. Ai ka jetuar në Angli prej vitesh? Po, ka shumë vjet atje. Në Londër. Çfarë i ka ndodhur? Pse ka ndruar jetë? Çfarë i ka ndodhur? Nuk e dim përse, po dim që ishte i sëmur. Po kush u dha lajmin juve? Lajmin na i dha policia e Vlorës. A ju ka kontaktuar policia e Vlorës? Dhe çfarë ju tha policia e Vlorës? Policia e Vlorës na tha që Besnik Abdullaj ka ndruar jetë. Po sa vite ka jetuar Besniku në Londër? Ka 25 vjet. 25 vite. Po, Po ju keni patur kontakte të rregullta me kunatin? po, kemi 4 muaj që nuk kemi kontakte, që në tetor, që në fillim të tetorit nuk kemi pasur më kontakte. Pra, ju i keni humbur kontaktet me të që tetorin e vitit kaluar? Po, Keni mësuar më shumë detaje nga policia kur ka ndruar jetë, sa kohë po bën? po, na thanë që në tetor. Nuk e dim shkakun, po dim që ishte shumë i smur. Vuante nga diabeti. Nga diabeti. Nuk e di nëse kemi në këto momente shqiptarë që jetojnë në Angli për të na ndihmuar realisht për një shqiptar me emrin Besnik Abdullaj. Po, Abdullaj, 57 vjeç, që fatkeqësisht ka ndruar jetë
Në çfarë vendi? Në Londër, bëhet fjalë për në Londër, ndërkohë Në Londër, po. nëse ke një adresë ku ka jetuar çfarë zone të Londrës? Apo nuk keni informacion? Adres nuk kemi. Po me kë ka jetuar Besniku? Sa i pas ka indjeri? Besniku ka jetuar vetëm. Nuk ka pasur familje, nuk ka... Jo, vetëm. Po nëpërmjet shokëve, miqve të tij, keni mundur dot që të lidheni për të mësuar më shumë detaje? Nuk kemi marrë vesh nga njeri. E menim në telefon, se flisnim çdo natë kur ishte i gjallë, që kur ka humbur kontaktin, nuk e menim çdo natë prapë, edhe pardje e ka marrë, nuk e ngrite njeri telefonin. Telefoni ti rezultoi fikur. Po. Bëhet fjalë për shumë e madhe, nuk e kam iden, çfarë shumë e duhet për të sjell një trup? 25.000 pound. Se po më shkruajnë këtu në këto momente, thuaj të hapi një numër llogarie. Keni ndonjë numër llogarie? Po. Do më dërgoj një foto të Besnikut në këto momente që edhe unë ta publikoj, me erdhi fotoja, për ta treguar edhe për qenë transparente edhe me të gjithë shikuesit. Ky është Besniku i ndjeri. Po. Që bëhet fjalë për këtë shqiptar të dashur miq, Besnik Abdullahi, 57 vjeç, i cili ka ndruar jetë që në tetor të vitit të kaluar në Londër dhe zonja që është me mua në lidhje jeni kunata. Po. Ka familjar të tjerë, dua të pyes? Po, ka familjar të tjerë. Po, ka nënën e tij, nëna është e paralizuar, nuk ka mundësi. Ne nuk kemi mundësi që ta ndihmojmë. Të lidhen me xhamin e shqiptarëve në Londër që të ndihmojnë. Atëre, me që kemi shqiptarë në këto momente që jeni në këtë live-in tim, edhe unë nuk kam informacion çfarë procedurash duhen për të sjell një trup nga një vend i huaj dhe në këtë rast nga Londra, pikërisht për ta sjell në Vlorë, kështu që na ndihmoni me informacione dhe ndoshta të gjithë shqiptarët që janë në Londër mund të na ndihmojnë që ajo shumë parash sa duhet. Realisht nuk e dim sa duhet nga Londra për ta sjell në Vlorë, që të ndihmojmë këtë familje për ta sjell të 57 vjeçar, sepse trupi i tij ka ngelur në Londër dhe familja nuk e treq dot. Po. Jo 25 shkruan dikush. Okej, ne nuk e dim shumën. Realisht ju e dini shumë reale? I dini procedurat? Jo, ne nuk e dim shumë reale me amëndje, nuk e dim. Dhe ne ashtu na kanë thënë, ashtu themi, nuk dim gjë. Policia ju ka sqaruar në një detaj? Po, ata të policisë na i kanë thënë këtë, po dhe ata nuk e dinin të saktë. E kuptoj, duhet lidhur dhe me Ministrinë e Jashtme tonën. Okej, këto informacione do t'i marrim të sakta, besoj familjarët, por e rëndësishme është që të ndihmojmë këtë familje, meqenëse që kërkojnë që të kthej trupin e Besnik Abdullahit, këtij 57 vjeçar që ka humbur jetën, por nuk dihet arsyeja nga se ka humbur jetën, por familjarët dyshojnë për sëmundje. Se ka vuajtur, më thënë, nga se ka vuajtur? Nga diabeti. Po në telefonatën e fundit, çfarë ju ka thënë? Ju kujtohet në tetonin e Miriam vitit tha, nuk kaluar? na tha gjë, folëm, bërëm, Miriam tha, nuk tha gjë. Jo, tregoj që kishte shqetësime. Po, na tregonte gjithmonë që vente në spitale, që bënte vizita të gjitha, na tregonte, po. Se ju thjesht dyshoni që për shkak se ka pasur diabet mund të kenë ndruar jetë nga kjo sëmundje, por e vërteta se çfarë i ka ndodhur, Nuk e dim nuk e të dini. vërtetën. Jo, nuk dim gjë. Çdo njeri që do ketë një hall, një problem të tillë, do ketë një denoncim, patjetër që në këtë dritare do flasi me mua. Dhe të gjitha njerëzit që na ndjekin, që janë live, që mund të ndihmojnë, mund ta bëjnë këtë gjë. Familja e ka dërguar disa herë. Dhe ju lutem, dërgojeni disa herë atë numër llogarie sepse njerëzit po e kërkojnë. Besoj që ju që jeni në live, dikush prej jush që më shkruan dhe në numër që kërkon të futet në këtë dritare, vetëm më shkruani te numri i pagjurmi 0699555698 për çfarë doni të hyni, çfarë problemi keni dhe patjetër që unë do t'ju fus te kjo dritare. E dashur Lulzime, Urdhro. mua më vjen shumë keq dhe dua t'ju jap ngushëllime. Unë e pranova të hapja dritaren me të ky live sepse më shkruajtën mesazhet, më dërguat familjarit tuaj dhe prandaj u pranova që të futeshit. Unë uroj që gjithë shqiptarët që jetojnë në Londër, por kudo edhe jashtë Shqipërisë, të mundohen që të dërgojnë qoftë të gjithë nga pak lek, mund të bëhet ajo shumë,
që ende nuk e dim të saktë se sa duhet shumë për cilë një trup të pajet nga Londra, uroj të bëhet ajo shumë dhe të visë sa më shpejt. Përpike për ta gjetur nëpërmjet njerëzve që ka jetuar aty, nuk keni mundur dot sepse fatkeqësisht ai ka humbur kontaktet me ju që ditën që ka ndruar jetë i bie, që prej tetorit. Po. Dhe si duket policia në Londër ka njoftuar se ai ka qenë me letra në Angli, i pajisur me letra të rregullta. Në shtetas angles. Ka marrë dhe në shtetësim. Kështu që policia aty nuk ka gjetur ndonjë familjar dhe menjëherë besoj ka njoftuar policinë e Vlorës. Nga është vendlindja dhe kjo e fundit ju ka njoftuar ju për këtë lajm. Se jam e sigurt që njerëzit që po na shkruajnë në këto momente, disa e kërkojnë numër llogarisë për të na ndihmuar. Se më bëj një pyetje, ka jetuar kaq shumë vite atje dhe mund të ketë një numër llogarie, mund të ketë para, duhet të interesohet familja, çfarë ka. Nuk e dim që ka, po jo, nuk dim gjë. Çfarë ka treguar për jetën e tij? Bënte një jetë të rregullt? Një jetë të rregullt, ishte njeri shumë i rregullt. Nuk punonte pak se ishte i sëmur, këto. Nuk ishim asnjë gjë kështu. S'kishte gjë të keqe, ishte njeri shumë i rregullt. Por unë besoj që shumë shqiptarë kanë njohur atje, ai ka gjithë ato vite ka jetuar. Patjetër që e kanë njohur, patjetër po. Ata që po na ndjekin në këto momente të ky live të na ndihmojnë lulëzime dhe ndoshta ndonjë shqiptar që e ka njohur Besnik Avdullajin, një 57 vjeçar nga Vlora që ka ndruar jetë tetorin, dyshohet tetorin e vitit kaluar në Londër dhe familja ka nevojë që të cilë trupi në Shqipëri. Na thanë që është në frigorifer, nuk na thanë që është varrosur. Është ende trupi në frigorifer. Po. Që do të thotë, ndoshta një tetor mund të shtruar në spital në gjendje të rëndë, po s'ka ndruar jetë që në tetor, nuk dihet se kur ka ndruar jetë, përderisa akoma trupi është frigorifer. Po ma merr mendja që kur nuk kemi bërë më kontaktuar me të, që atëre ka vdekur se. Ne kemi marrë pothuajse çdo natë në telefon, nuk na dilte një në telefon. Nuk besoj që ka vdekur në tetor, se nëse ai do kishte vdekur në tetor, policia nuk do njoftonte kaq vonë. Flasim për Londrën. Atje policia do njoftonte në moment policinë e Vlorës, që do të thotë, përderisa ju di e keni marrë vesh lajmin, mund të ketë ndodhur tani afër që ai ka ndruar jetë, ai s'ka patur familjar të tjerë në Londër, është lidhur direkt policia më pas, spitali, stafi mjekësor është lidhur me policinë e zonës ku ka qenë i shtruar ai, ku ka qenë në spitali, ka njoftuar policinë, policia është lidhur direkt me policinë e Vlorës që t'ju jepësh lajmi familjes. Kështu ta siguroj unë këtë gjë që nuk mund të ketë ndruar jetë në tetor, dhe ta kanë mbajtur ata në frigorifer nga tetori deri më sot, sepse ai ka qenë i identifikuar, nuk ka qenë i pa identifikuar. Pra, policia neve kështu na tha, po nëse ai ka qenë i gjallë, duhet që të telefononte, sido që të ishte puna. E kuptoj, por... Ne që kur kemi humbur kontakte, telefoni nuk është hapur më dhe as adresa e Facebookut, as një lloj adrese i ka hequr që gjitha nga telefoni jonë. Unë nuk e di që ka ndodhur, por thjesht dyshoj që ai mund të ketë qenë në një gjendje të rëndë në spital që s'ka mundur do të përdori telefon dhe të flasi me ju. Mendoj unë, dyshoj unë. Ne si na tha policia e Vlorës, kështu të themi, ne nuk dim gjë. Ju falenderoj të gjithë dhe ju që po shkruani dhe po mbështesni këtë familje. Edhe unë do të ndihmoj, sinqerisht, dhe unë do të ndihmoj. Edhe nëpërmjet emisionit pa gjurmë do të ndihmoj, do lidhem dhe me policinë e Vlorës për të mësuar më shumë detaje, sepse vërtet policia e Vlorës ju ka dhënë lajmin që ka ndruar jetë, por ju s'dini. Ju edhe sikur t'i keni parat, ju s'dini ku të shkoni. Nuk keni një adresë. Po. Në çfarë mundi ndodhet, ku është trupi, Po. Okej, njerëzit shkruaj mund të ketë qenë në koma, mund të ketë qenë në gjendje, nuk i dihet realisht çfarë i ka ndodhur. Për herë të fundit kur ka qenë në Shqipëri? Kishte një vit që s'kishte ardhur në Shqipëri. Një vit. Që në... Kur ka ardhur për herë të fundit, ka qenë mirë? Domethënë me jo, shëndet. Jo, i sëmur ka qenë, i sëmur ishte. Kur themi i sëmur, ka qenë shumë i sëmur, domethënë që pritej që edhe mund të ndronte jeta, apo ka qenë i sëmur me diabet që merrte mjekimet edhe... Ka qenë i sëmur ishte, shumë i sëmur ishte. Po jo për deri në vdekje, se nuk e dinte ai se kur do vdiste, po ka qenë i sëmur ishte shumë. Po më shkruajnë shumë opsione, me këtë lidhemi në Londër, me këtë flasim që të na ndihmojnë. Mirë, unë do t'jap dhe një herë të dhënat,
që gjithë shqiptarët nga Londra që janë në këto momente live, që mund ta kenë njohur Besnikun, mund të na ndihmojnë për të gjetur morgun ku ndodhet, të gjitha për të na ndihmuar, besoj që gjithë shqiptarët e bëjnë këtë gjë. Kështu që këtë mesazh e kam vetëm për ju që jeni në këtë live dhe jetoni në Londër. Kemi nevojë pikërisht për gjetjen e spitalit, morgut, më saktë, ku ndodhet trupi pa jetë i 57 vjeçarit Besnika Avdullaj, që në këtë lidhje është me mua Lulzimja Kunata, e cila tregoi që ka humbur kontaktet me të që tetorin e vitit kaluar, por ditën e djeshme e ka njoftuar policia e Vlorës, që ka marrë njoftimin nga policia në Londër që ai ka ndruar jetë dhe trupi i tij ndodhet në frigorifer dhe familja Dvita Treshi. Kjo familje nuk ka para për të treshur trupin dhe kërkon ndihmën tuaj dashur miq, kështu që kam nevojë për ju shqiptarët në Angli për të na i verifikuar informacionin dhe për të na dhënë më shumë detaje. Lulzime, Urdhro. unë uroj që të blitet ajo shumë dhe ta merrni trupin e tij dhe ta sillni këtu. Shumë faleminderit. Rofshi, atë duam, vetëm të na kthehet trupi në Shqipëri. Sa të munden, sikur edhe nga pak, sa të munden, sa të kenë dëshirë, të gjithëve u bëj thirrje që të na ndihmojnë. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse edhe ju keni një histori për të denoncuar dhe kërkoni që të jeni pjesë këtu në live me Odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por ju mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart fotoja ime, mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite më gjeni live këtu me histori të dhimbshme, histori reale, histori shqiptare. Unë ju falenderoj pafundësisht për mbështetjen dhe për besimin që keni tek mua. Takohemi nesër me një tjetër histori. Mirupafshim.